qenë kryetëherës, kam qenë mbështetës i kësaj proteste dhe jam ende një mbështetës i fortë i saj, pavarësisht disa episodeve ose disa individëve të cilët nuk kërse i kanë bërë mirë fuqizimit të protestës, por pavarësisht kësaj, unë mendoj që kjo është një protestë ndër më të mirat, ndër më thelbësore që ka patur Shqipëria vitet e fundit, sepse ka shkuar tek palca e problematikave që ka vendi, që lidhen me mungesën e shanseve të barabarta, pabarazia e madhe, pabarazia mes të pasurve, mes të varfërve, dhe një pabarazi e madhe dhe një padrejtësi që po i bëhet sidomos klasës të mesme, shtresës të mesme të shoqërisë, e cila është ajo që po mban barrën kryesore në gjithë të zhvillim që ka patur vendi vitet e fundit, është ajo që ka qenë e vuajtura kryesore në gjithë të situatë dhe padyshim dhe shtresa e varfër. Dhe unë në atë protestë kam parë Shqipërinë tjetër, Shqipërinë e bukur, por edhe Shqipërinë e vuajtur. Shqipërinë e cila ja ka dalë vetë, por dhe Shqipëria që pengohet t'ja dalë vetë. Që do thotë në atë tubim, në atë protestë të përditshme, unë shikoj njerëz që kanë bizneset e tyre, njerëz që vinë nga fusha, nga profesione të lira, që nuk kanë asnjë lidhje me qeverinë, as me qeverisjen qendrore, as me qeverisjen lokale, të cilët thjesht duan që të mos kenë tatimorin, të mos kenë policinë bashkiake, të mos kenë njerëz që vinë në emër të shtetit dhe i bezdisin në të drejtën e tyre. Pa folur pastaj për problemet me spitalet, pa folur pastaj për problemet me arsimin, po kjo e spitaleve është një gjë traumatike, sepse ka shumë njerëz të cilët kanë vuajtur në spitalet e vendit dhe kanë parë familjarët e tyre që mund t'i kenë vdekur para syve për mungesën e ilaçeve. Ndërkohë kanë parë ministra të shëndetësisë të cilët kanë dalë nëpër media dhe kanë folur që spitalet kanë ndryshuar, spitalet janë një sukses i madh, po ndërkohë ata janë përballur vetëm me probleme të tilla, pra është një shmangje dhe një ndryshim totalisht i asaj që është realiteti. Dhe unë e kam parë këtë në protestë. Kam parë njerëz të cilët kanë folur me shumë prej tyre, gati kam qenë për ditë atje. Janë njerëz që kanë probleme me pronat, dhe kjo protestë e pati një shtys nga probleme me pronat. Pra njerëz që thoshin jemi pronar të tokës në Zvërnez, të cilëve nuk ju lejohet të futeshin në tokë. Ndërkohë te toka e tyre, ndërkohë pjesa tjetër, flasim për disa njerëz të lidhur me botën e krimit, që kanë 220 hektar tokë në emër të tyre. Kjo është absurde. Si mundet disa emra, të cilët janë ndërkombëtarisht të lidhur me botën e krimit dhe që dihet, të kenë këtë akses kaq të lehtë në shërbimet e shtetit dhe qytetarët e thjeshtë, ata që mbajnë barrën kryesore, të kenë kaq vështirësi. Pra kjo është një gjë e pa imagjinueshme dhe kjo ka qenë, mendoj unë, dhe kjo është një nga motivimet kryesorë që kanë njerëzit të dalin në protestë. Unë nuk pres një qasje ndryshe nga qeveria. Është kapur mat. Është kapur mat e gjitha klasa politike shqiptare. Është kapur mat edhe opozita, fatkeqësisht, e cila do duhet ishte ajo që ta drejtonte ose të ishte në ballë të protestave të tilla, dhe është kapur mat dhe qeveria. Që do thotë, qeveria dhe më habit kjo qasja që ka zoti Rama që i thotë deputetëve dilni në bazë, takoni njerëz dhe merrni vesh çfarë probleme kanë. Pas 13 vitesh qeveria akoma nuk e ke kuptuar se cilat janë problemet. Ndërkohë, problemet i dinë të gjithë. Pronat, ujë, drita, rrugë, infrastruktura, shanset barabarta. Kaq janë problemet. Shëndetësia, po të gjitha bashkë, shëndetësi, arsim, po e fillojmë nga pronat. Si mundet në vitin e 13 ende të mos ketë një zgjidhje për çështjen e pronave? Shiko, arroganca unë besoj që e kanë shifrat, e ka kartoni, e ka rezultati zgjedhjeve të kaluara. Arroganca padyshim mendoj unë buron edhe nga një opozitë e cila nëse sot do shkohet në zgjedhje, prapa ajo nuk del fituese. Pra kjo është fatkeqësia më e madhe dhe mungesa shpresës që ka bërë njerëzit të dalin aq shumë në rrugë për të kërkuar diçka të re. Unë kam qenë në kontakt me disa gazetarë të huaj ndërkombëtar dhe me një grup mediash suedeze. Një nga mediat më të njohura suedeze dhe kam folur me disa gazetarë të cilët kishin një eksperiencë gati 40 vjeçare. Kishin qenë kur ra Bashkimi Sovjetik, kur ra muri i Berlinit dhe erdhën në Shqipëri. Dhe ishin habitur dhe u habitën me pjesën që njerëzit thonë Rama Hamburg, Berisha Hamburg.
Pra në aspektin metaforik, duan që të ikin dhe lideri i opozitës, duan të ikin edhe lideri i majorancës. Pra te majoranca bën sens, sepse 13 vite në pushtet, aty është burimi kryesor i problemit. Por të kërkosh edhe largimin e kreut të opozitës, do thotë që këtu ka diçka që nuk shkon me sistemin politik. Pra dhe kjo është arroganca kryesore që ka zoti Rama dhe ende po e mban, sepse nuk po shikon aktor serioz të cilët, pavarësisht se unë mendoj që nëse do futet në zgjedhje Rama nuk ka shans të marrë 83 mandate. Pra edhe një majorancë normale do ta ketë shumë të vështirë në optikën time. Nuk ka një faktor ose një aktor të ri politik i cili gjithë energji ta akumuloj dhe ta kthej më pas në energji politike. Sepse duhet jemi realist dhe me opinionin publik, në fund të ditës çfarëdo lloj lëvizje që mund të dalë nga protesta duhet futet në sistemin kushtetues. Dhe aty pastaj duhet jetë një ekip i cili seriozisht të cënoj dhe të rrezikoj këtë monopolin ose duopolin PSPD. Mund të jetë një opsion dhe ky ndryshim e elitës së Partisë Demokratike, por duhet të jetë një ndryshim rrënjësor. Duhet të jetë një distancim nga e kaluara berishiane. Dhe unë shikoj gati të pamundur të ketë një distancim nga e kaluara berishiane. Nëse nuk do ketë një distancim të thellë nga trashëgimia, nga emri i zotit Berisha, nga mënyra se si ka bërë partinë, nga mënyra si i bëri zgjedhjet herën e fundit, pra unë shikoj të pamundur që kjo forcë politike të jetë rivale e denjë e majorancës dhe mbi gjithë energji që vjen nga protesta ta kanalizojnë në vot. Sepse në fund të ditës duhet të jemi realist. Nëse kemi një sistem të tillë elektoral, një nga përgjegjësit kryesore është Partia Demokratike. Në zgjedhjet e fundit parlamentare që u bën me atë sistem hibrid, gjysmë të hapur, gjysmë të mbyllur, u gënjye opinioni publik që ka qenë një kërkesë që erdhi nga gjykata kushtetuese. Jo, gjykata kushtetuese ka pasur vendim vetëm për votën e diasporës, të emigrantëve. Nuk ka patur për sistemin. Pra ishte gënjeshtër e madhe që i bëhet. Dhe ishte një propozim që ka ardhur nga Partia Demokratike e Përgjithësisë së Vërtetës për të patur këtë sistem. Dhe Partia Demokratike nëse do doj që të jetë vërtet një parti aktore e fortë dhe që ta cënojë pushtetin e zotit Rama dhe përveç asaj mbi gjitha të marrë energjinë që ka sheshi, duhet bëjnë një distancim të jashtëzakonshëm. Unë shikoj të pamundur për sa kohë zoti Berisha është ende atje, për sa kohë gjithë dishepujt e tij janë ende atje, sepse unë mendoj që Partia Demokratike nuk është kthyer nuk është një parti, por është në funksion të ideve, të qëllimeve që ka zoti Berisha. Dhe kjo është fataliste, por unë kështu e mendoj që është. Unë mendoj që zoti Berisha edhe ka çuar dhe njerëz të tij. Pra atje ka njerëz të Partisë Demokratike. Këtë nuk mund ta mohojmë në protestë, por nuk është se janë njerëz të cilët kanë rol vendimtar. Ka njerëz të PD-s, tentoi ditët e para zoti Berisha me FRPD-n, tentojnë pas dhe me antarë të kryesisë, nuk e doli dot. Zoti Berisha tenton që ta marri, pra gjithë energji tenton ta zbusi, ta afroj, por e ka të kotë. Por gjithsesi tentativën ai duhet ta bëj, sepse është një tentativë që dhe mund të rezultojë pozitive në 1%. Pra sido që të jetë Partia Demokratike në kjo lëvizje që po ndodh, mund të ketë një fitim në opinion publik, sepse i dolën tezat, është ajo teori që po hedhin kohët e fundit që thonë erëm te kjo pikë për shkak se ne kemi bërë gjithë këto vite opozitën, deri diku mund të qëndrojë, por unë besoj që nga kjo protestë e humbura më e madhe fillimisht është Partia Demokratike dhe me ato thirrje që vinë në shesh, madje unë kam qenë dje, isha në protestë dhe ndoqa dhe dëgjova thirrjen e cila më qetësoi, sepse ka patur lajme ditë e fundit që ka rryma të cilat mund të jenë futur, rrymat islamike, për të cilat dhe unë jam totalisht kundër që ato të jenë atje, të jenë në pjesën vendimarrëse, se që mund të jenë aty njerëz që janë besimtarë musliman, nuk ka asnjë problem. Por nëse do jetë kjo pjesa e islamit politik, pastaj këtu do futeshim në një territor shumë problematik. Dhe më pëlqeu në fund fare pjesa që njerëzit thoshin Rama në burg, Berisha në burg dhe opozitë shitur. Pra që u distancuan në mënyrë të shëndetshme
nga pjesa që ka të bëjë me rolin e opozitës që ka patur në gjithë të kohë. Zoti Berisha në fillim janë atemoi, i tha jeni kundër zotit Trump, i sulmoi më shumë, tha janë të futur nga qeveria, tha, janë futur nga Partia Socialiste, nga zoti Rama, janë kundër investimit. Pra çfarë nuk i tha në fillim? Pas një jave e kuptoi që kishte bërë një gabim të madh dhe ndryshoi qendrim, po ishte tepër vonë. Edhe nga një anë aq më mirë që tregoi që ishte gabim në të dyja rastet, si ishte gabim herën e parë, është gabim dhe tani herën e dytë, sepse zoti Berisha vetëm mund ta zbejë protagonizmi i tij, tentativa për ta marrë këtë protestë, sa mund ta forcojë atë. Hyte njerëzit që e mbështesin të protestë sepse në thelb ajo ka mbjellur atë që ishte gati e pamundur të mendohej, që po mund të ketë Shqipëri, mund të ketë një parti socialiste pa Edi Ramën, mund të ketë një parti demokratike pa Sali Berishën, dhe ky është procesi më normal në një demokraci. Nuk mund të ketë lider politik 20 vjeçar, nuk mund të ketë lider politik 30 vjeçar. Mjaft është mjaft. Zoti Rama duket shumë i ri përballë zotit Berisha. Biem dakord. Por zoti Rama duket shumë i vjetër përballë atyre figurave dhe fytyrave të reja që kanë dalë në protestë. Pjesa e parë kishte të bënte me njerëz që janë organizata që janë bamirëse, marrin fonde nga organizma të ndryshëm që kanë me bazë fen islame. Nuk kam asnjë gjë kundër tyre, por në fillim ata ishin shumë prezent dhe bënte deklaranta antisemite. Besoj që ky që rreziku i parë, ata vetë organizatorët e larguan, morën masa dhe besoj që kjo është një gjë shumë e mirë që ndodhi, ata u distancuan menjëherë nga kjo gjë. Pjesa tjetër pastaj ka të bëjë me mospatjen e një organizimi jo partjak. Po mendoj ky është problemi kryesor, mospatjen e një grupi nisëtar, mospatjen e një formacioni i cili t'i adresoj në mënyrën më elokuente gjërat që ka të bëjë me atë që duhet vi më pas. Pra unë mendoj që tashmë përgjegjësia shkon dhe te grupi organizator. Kërkuan energjinë e njerëzve, kërkuan që njerëzit të ngrihen, njerëzit vajtën. Pra njerëzit ju përgjigjen. Tani është dhe një përgjegjësi e tyre që ta kanalizojnë këtë energji. Mos ta lënë këtë energji që të shuhet, sepse është një energji e cila ka rrezik të shuhet. Nuk duhet ta lënë me kaq. Rreziku i tretë, ky që rreziku i dytë. Rreziku i tretë për mua ata nuk duhet të jenë njerëz që të sillen si militantët e partive politike. Pra nëse Shqipëria ka vuajtur nga militantët e PD-s, ka vuajtur nga militantët e PS-s, të cilët i kanë bërë si vin njërit apo tjetrit. Jo, ata duhet të jenë mendje hapur. Duhet pranojnë të gjithë shqiptarët. Të gjithë shqiptarët kanë një të kaluar. Njerëz mbi 30 vjeç kanë një të kaluar. Mund të jetë një kaluar e palavdishme në PS, mund të jetë një e kaluar e gabuar në PD. Pra ata duhet i pranojnë gjithë sepse kjo është Shqipëria, është një vend i vogël. Nuk kanë luksin që të bëjnë si vite njerëzve. Duhet i pranojnë të gjithë ata njerëz të cilët kanë reflektuar. Se një njeri i cili largohet sot nga Partia Socialiste, pra largohet nga kulmi i pushtetit, unë mendoj që është njeri që ka reflektuar për gabimet që mund të ketë bërë. Kjo s'do thotë që të gjithë ata që janë në PS po bëjnë gabim. Ka shumë njerëz të mirë dhe të ndershëm në Partia Socialiste, siç ka njerëz shumë të mirë dhe të ndershëm edhe në Partinë Demokratike. Unë po flas për kupolën drejtuese. Dhe ata duhet të jenë më mendje hapur për të afruar të gjithë ata individ të cilët kanë qenë në një parti politike, por kanë dalë të pastër. Pra, nuk është problem të kesh qenë në një forcë politike. Problemi është të kesh dalë i pastër. Dhe Partia Socialiste ka shumë, Partia Demokratike ka shumë. Variantin që mund të jetë një shtys për të ndryshuar dhe reformuar partitë e mëdha politike. Po edhe ky mund të jetë një variant shumë i mirë. U ngrit topi e Elisas Piopalit për të filluar një lëvizje pastrimi në Partinë Socialiste. Nuk mundet më dhe Partia Socialiste dhe zoti Rama të mbaj njerëz të cilët kanë akuza të rënda për korrupsion të mbajnë detyra. Ka shumë kryebashkiak të cilët shkojnë në SPAK, kanë akuza të rënda, ndaj disa kanë shkuar edhe për gjykim. Përse këta njerëz duhet të rinë në detyrë ende? Unë këtë nuk e kuptoj. Dakor, ti mund të mbash disa individ ku gjykata nuk ka një vendim të formës së prerë. Po dakor, nuk ka një vendim formës së prerë, por kush është dhe morali? Se është një vend që do ikin në Bashkimin Evropian. Pra nuk mundet më të vazhdojnë me të njëjtën metodë, me të njëjtën stil.
duhet një reflektim i thellë edhe nga Partia Socialiste. Nuk mundet më e njëjta gjë të vazhdoj edhe nga Partia Demokratike. Pra njerëz të cilët kanë 30 vjet në parti, nuk kanë dhënë asnjë gjë te kjo forcë politike, të jenë përsëri drejtues. Dhe kjo mund të jetë ngritje topi për Jorida Tabakun. Pse jo? Mund të jetë për këtë gjenerat të re që është e pastër në Partinë Demokratike, që të fillojë një lëvizje serioze për të pastruar partinë, sepse një ditë do ikë zoti Berisha. Një ditë do ikë zoti Rama. Dhe kjo ditë nuk mund të shtyhet kjo lloj agonie pafunde. Pra mund të jetë ky një opsion shumë i mirë. Protesta i ngriti topin, ata tani bëjnë hapat e tjerë. Shqipëria është një fazë shumë të rëndësishme, mendoj unë. Dhe kjo është një fazë e cila duhet t'i thotë jo modeleve të kaluarës. Jo mbrojtjes së njerëzve që janë të lidhur me korrupsionin, jo mbrojtjes së njerëzve të cilët janë të lidhur me sistemin komunist. Ky është momenti dhe nuk ka më moment tjetër.